Të nderuar vëllezër besimtar, sot në këtë vazë, para namazit të xumas, do të flasim me një lloj sadakaje, që është ndër sadakat më të domosdoshme, edhe që hyn në grupin e sadakave obliguese dhe obligative. Përndryshe quhet merr edhe trajtamentin e zakatit. Dhe quhet zakatul fitr apo sadakatul fitr. Sadakaja e fitrit do të flasim inshallah taala gjatë gjithë kësaj kohe për ta kuptuar besimtari se kush e ka për detyrë për me dhënë atë, sa duhet t'i jepet, kujt duhet t'i jepet, edhe çfarë është hukmi i shariatit në lidhje me ata të cilët nuk e japin sadakatul fitr. Gjithmonë kur vjen fundi i muajit madhëshëm të Ramazanit, besimtarët muslimanë i hapin kasafortat e tyre, i hapin kuletat e tyre, edhe dyndën për mbamirësi. Secili bën gara një me tjetrin, kush e kush të bëj sadaka më shumë, kush e kush të jap më shumë. Kjo vijon gjatë gjithë vitit në përmasa më të shpeshta vjen gjatë muajit të Ramazanit dhe kur afrohet pra fundi i këtij muaji madhështor, na vjen në rend një sadaka tjetër, pasi që është sadakatul fitr. Ramazani ka bërë që mbretërit, perandorët, udhëheqësit, ministrat, komandantët, doktorët, hoxhallarët, mësuesit, çdo lloj profesioni të jetë i barabartë me çdo lloj njeriu në botë. Duke u fal krah për krah mbreti me njeriu më fuqishëm. Nuk ka vend të posaçëm as mbreti dhe perandori në xhamin. Një lloj siç e ka vendin e uljes një xhamat i thjesht, një lloj ulet edhe çdo lloj personi pa marrë parasysh se çfarë pozicioni ka ai në shoqëri. Kur jemi tek fitrat, ky obligim është bërë detyrim në vitin e 2 të hijretit. Pasi Muhamedi alayhis salam u shpërngul nga Mekka në Medinë, në vitin e 2, jo vitin e parë që shkoi në Medinë, në vitin e 2 u bë obligim dhënia e sadakatul fitr. Pejgamberi alayhis salam e ka bërë obligim dhënien e sadakatul fitrit, i cili luan dy role. Është pastrim për agjirusin, edhe e dyta është ndihmë për të varfrin. Tim pak më hodhën të dinnika, për t'ia dhënë rëndësinë sadakatul fitr. Ky hadith pra thekson diçka që interesante që e bën dhënien e sadakatul fitr obligative. E para ishte me pastru njeriu. Ne elhamdulillah që ka qenë Allahu Ramazan, edhe e pastron besimtarin musliman. Elhamdulillah që Allah fiqiplet në qenatën e kadit, edhe është pastruese për besimtarin musliman. Një ndër ato që e pastron muslimanin, gjatë të mund kemi marrë në përvojt dikant, mund kemi fol keq për dikant, mund kemi shpif për dikant. Ne e kemi thonë që Ramazani ti janë pikpyetje, por që të mos jetë në pikpyetje, i dashmi Zotit sallallahu alaihi wasallam e bëri obligative dhënien e sadakatul fitr. Pra me na pasur për këto gjëra të vogla, ndërsa mëkatet e mëdha domosdoshmërisht ato kërkojnë pendim tawbatan nasuha, pendim të sinqert tek i madhi Zot. E dyta rëndësi e madhe që ka sadakatul fitr është domethënë që ndihmon të varfrin. Me qëllim që të bëjë bajram si gjithë tjerët.
me qëllim që në ditën e festës së muslimanit të mos ketë njëri që vuar. Ditën e festës së muslimanit të mos ketë njëri që ta marrë menën të buka të ushqimi i fëmijëve. Por të festoje edhe ai njëjtë si gjithë besimtarët. E që të arrit kjo, feja islame ka para pa sadakat të ndryshme, të lloj-llojshme që do të jepen në ndihmë të varfërve. Nuk mund të ketë bajram për ti në qëse kojshia jo të vuan për bukë. Nuk mund të ketë bajram për ti në qëse fisi jo të vuan për bukë. Por nuk mund të ketë bajram për ti edhe në qëse një njëri në rrugë e len me lipë edhe ditën e bajram. Në gjithë tashma kam ba profesion, se ditën bajramit mushët oborit e njësë plët me lipësar, po faktikisht nga ditë nuk do të ketë dorë që shtrihet. Nuk do të ketë dorë që shtrihet. Do të jenë se i cili në festë, ndihmoje për para se të vjenjë ditë. Prandaj me këtë qëllim, profeti Muhammed a.s. e bëri obligim dhënën sadakatul fitr dhe vendosi dhe kohë. Momenti i fundit kur duhet besimtarët të japë sadakatul fitrin, është derisa s'kan dalë burrat nga falja e namazit bajramit. Më thanë, atë ditë më nuk ke se ku i qënë, sepse je duke u falë, bjeri mrapa vetës përpara. Sot është dita e parafundit, nesër është dita e fundit e muajit madhëshëm të Ramazanit dhe dita e fundit e dhënies së sadakatul fitr. Vraponi kush nuk ka dhënë sadakatul fitrin, vraponi jepni ato sepse do të shikojmë se çfarë thot i dashmi Zotit për ata të cilët nuk japin sadakatul fitr. Jepni nevojave aq sa ato të mos kenë nevojë në këtë ditë. Pra, në ditën e bajramit. E rëndësishme si që thash është që t'jepet para namazit bajramit domosdoshmërisht. Tani jemi tek pika se kujt do t'ja japim zakatin e fitrave apo sadakatul fitr. Ju jepet vetëm muslimanëve një. E dyta nuk ju jepet prindërve dhe fëmijëve. Ato i ke për të tirë me ushqim. Sadakatul fitr një personi i jepet vetëm një personi. Mbajni mend mirë këto. 3. Sadakatul fitri i një personi i jepet vetëm një personi. Ta zanë, kjo se për si vjetën, e kam thënë edhe në hutbë që është caktuar 4.000 lekë për nëfus, 4.000 lekë për shpirt, 4.000 lekë për person. Ki 4.000 lekë nuk duhet të ndarë për ja dimi Hasanit të dimi Hisejnit, jo. Pra sadakatul fitri një personi i jepet vetëm një personi. Besoj jam i qartë. Ndërsa, brenda familjes, është krejtësisht i lirë që se i cili ta qoj sadakatul fitrin e vetë, ku i bjerë mendje vetë, shpirti vetë, zemre vetë. Pra, sadakatul fitrat e familjes mund të ndahen pa problem hiç. Unë ja që filanit, ti ja që filanit, ku do të dojë shpirti jotë. Ama, e jotja, sadakatul me lekë që jotë, nuk mund të ndahet në vaman në 2 persone. Ai që lind pas namazit të bajramit nuk jepet sadakatul fitr për ta, ndërsa nëse lind para namazit të bajramit, kujt do vetëm pastroj jepi edhe në rrugat. Sadakatul fitri jepet për mba familjen pa përjashtim, me të vegjël e me të mëdhenj. Jepet për pleq, jepet për bashkëshortët, jepet për fëmijët, deri tek i porsalinduri, siç thash. Se sa jepet, transmetohet nga Abdullah ibn Thualab bin Sugair, radiallahu anhuma. Ky e thot nga babai i tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u foli njerëzve këtu e jep domethënë yawman aw yawmayn. Transmetuesi nuk është i sigurt, thot një ditë para bajramit apo ditë, nuk më kujtohet. Doli për para njerëzve pejgamberi a.s. Thot se një ditë, se 2 ditë për para, nuk e mbaj mend. Doli dhe u foli njerëzve
për fitrat, për dhënien e sadakatul fitrit përpara namazit të Bajramit. Dhe tha, jepni sadakatul fitr për çdo të lirë dhe rob, i vogël qoftë apo i madh qoftë. Gjysmë saj nga elbi ose një saj nga hurmat apo nga rrushi i dha. Nga elbi përfshin millin. Një gjysaj, saj ka qenë një njësi masë, një tas, për i themi, tek arabët që është njohur me emrin saj. Dhe kur është sqaruar se sa, një sa është 3640 gram. Ka marrë e tasi, për i themi. 3640 gram. Pra 3 kg e 640 gram. Dhe sa gjysma e sajt, i bie gjysma, do më thonë, i bie ke 1820 gram, apo 1 kg e 820 gram. Por tani, kanë ndryshuar gjërat, nuk shkon më njeriu më dhanë millën se thash, por ja jep lek përpara që çka ti do zemra ati, ti marrë ato. Është vlerësu në bazë të millit, në bazë të grurit, po i themi. Dhe se cilin vit, do më thonë, ndryshon ajo, në varësisht se sa është, do më thonë, milli në treg. Ka shku në rritje, një sqarim edhe për këtë. Unë atje në Maqedoni, ku jam shkollu, ku baja krahasimin që këtu të ne ishte 1000 lek, një sadakatul fitr atje ishte vëllai shumë, ishte në të me denarin e atyre, me markat në atë kohë. Lëvizte shumë. Dhe i thoja profesor, po tek ne është 1000 lek. Po jo, se dhe kaq do t'jetë. Sa tek ne. Te ju ma varfëri dhe shkon proporcion me nivelin e jetesës. Po tani, sa ke filluar të rritet në Shqipëri, nga 1000, 2000, 3000, ishte vjetë, si vjetë u bërkatë. Ashtu sikur shkon leku, qëllimi është dhe ideja është që të marrë 1 litër vaj po e themi, si që ka marrë para një viti, sa i kushton sot. Apo milli, apo më theta ushqimet kryesore të shportës. E ato lëvizin, për çdo vit jemi të i pa vetë, që leku është bërë fare i pa vlefshëm, edhe të më thonë ka shku edhe të kjo rritje. Selam aleikum. Aleikum selam. Te pejgamberi alayhis salam shohim këtë rast një edukat hyjnore. Një porosi profetike. Një ndihmes njerëzore që nuk ka shembull në histori. Pse? E bani detyrim. Dhani sadakatul fitr. Ai që nuk i jep, ta themi inshallah shkurtimisht në hutbën e Bajramit, ai që nuk i jep sadakatul fitrin, Ramazani i tij ngelet mes qiellit dhe tokës dhe nuk shkon tek i madhi Zot. Këtë po e them prej sot që ta dini mirë, sot e nesër dëvrapojmë për ta qenë në destinacion sadakatul fitr. Sepse Ramazani ngelet mes qiellit dhe tokës dhe nuk shkon tek i madhi Zot, Zot ruajnë ja Rabbil Alamin. Si përfund për ta mbyllur me që edhe orari erdh, Zoti na e paskabull ja Rabbil Alamin. Sot jemi në ditën e parafundit muajit madhështor. Edhe sot agjerojmë edhe nesër inshallah taala dhe nesër e mbyllim këtë muaj madhështor. Allahu na e pranoft agjerimin, Allahu na e pranoft namazet, Allahu na e pranoft dhikrin, Allahu na e pranoft sadakat, Allahu na e pranoft duat, Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu na e baft mushmet që të jemi siç kemi qenë në Ramazan edhe pas Ramazanit ja Rabbil Alamin, që të kuptohet se Ramazani ka bën vend tek ne. Ya Rabbil Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alihim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna warhamna bihurmati lillahi ta'ala. Al-Fatiha.